Puna nuk është kryer derisa vendet nga BE ofrohen për ndërmjetësim, mendon presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, duke u përgjigjur pyetjes në lidhje me deklaratën e kryetarit të Këshillit të BE-s Antonio Costa. Ai edhe pse tha se nuk ka hapësirë për negociata të reja, Siljanovska thot se ka mënyra për të biseduar duke zbuluar se ka oferta nga Austria dhe Mbretëria e Bashkuar. Ja se разбира со помош на господинот Кошта, заедно ќе разговарам со господинот Радев. Како што слушате исто така, Австрија се понуди за медиација во разговорите. Не се нудат членки на ЕУ за уште еден разговор и медиација ако работата е zavërshena. Ajo theksoi se duhet të sigurohet garanci që nuk janë jashtë kornizës negociuese, duke shtuar se përveç me Radevin, mund të negociojë edhe me kryeministrin bullgar Rosen Zhelaskov. Sipas Davkovës, nëse vendet e Unionit thonë se vetoja është një çësje e keqe në procesin e zgjerimit, Maqedonia duhet të lëvizë në drejtim të shfuqizimit të vetos. Ова мене ми личи на цврста одлука да укинете смртна казна, која е срамна, ама велите, а и сега уште овој осуден. Ќе го екзекутираме, ама од после известно време или од идниот, не знам, некој момент, нема да има смртна казна. Не може ние да бидеме kolateralna shteta. Kryetari i Këshillit Koshta paraprakisht tha se nuk ka plan B dhe se duhet punuar për procesin e ndryshimeve kushtetuese. Kosta i ka thënë presidentes se edhe pse është jashtëzakonisht i shkëlqyeshëm propozimi për ndryshime me prapaveprim, i njëjti është refuzuar. Deri në fund të muajit, pritet që në Shkup të vijë përfaqësuesja e lartë e Unionit për politikë të jashtme Kaja Kallas.